Pra është një institucion i investuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian përballë një sistemi të konstruktuar 30. Jam dakord me këtë pjesë, s'kam, po duhet protesta sipas teje të bëhet parti politike apo jo? Nëse protesta bëhet parti politike, humbet kauzën që ka. Pse? Edhe e përpjekja për të bërë kuvend qytetar. Po, është bërë kuvendi. E pashë ndoshta me shumë vëmendje. Pati ca tensione të vogla apo gjithsesi? Ka disa parti politike. Në momentin që ti 150 po 150. Çfarë kërkohet sot? Betejë, sipas meje. Aktivizimi i referendumit. Referendumi është mënyra kushtetuese për të zgjuar sistemin. Përcakton mënyrën e qeverisjes. Po mos shkakton shumë kriza? Çdo gjë referendum, çdo gjë referendum. Jo, nuk shkakton kriza fare, referendumi bën në përbot. Nuk shkakton krizë fare. Ne të gjitha këto protesta rreth 50 ditë kanë dhënë një rezultat të shkëlqyer. Në të gjitha ballinat e medjave të shkruara, apo dhe medjave elektronike, ka qenë demonstrimi, manifestimi qytetar kundër dyshës Rama Berisha. Pavarësisht se propaganda e industrisë, se binomit të hajnis Rama Berisha, është përpjekur që të quajë protesta anti-Trump. Dhe ata që janë përpjekur për ta institucionalizuar anti-amerikanizmin, në emër të sovranitetit, pikrisht janë këto dy. Dhe nuk ka popull me Amerikan dashës se shqiptarët. Pse? Kjo nuk ka diskutim. Sepse ne... Dhe me të drejtë. Dhe me të drejtë. Ne një aleat kemi. Një aleat. Zotri, në qoftë se në vitin 1989, Slobodan Miloševići në ditën e Vidovdanit, në kujtim të betejës 1389, pra shkojnë në Kosovë 1 milion serbë. Dhe tha, tani serbë shpalli Serbinë e madhe. Dhe ai kishte bërë platformën për spastrimin etnik krejt Ballkanit, siç ndodhi në Bosnjë. Dhe në prag të Krishtlindjeve, në 1992, George Bush i vjetër, që quhet paralajmimi i Krishtlindjeve, mos guxo të prekësh Kosovën. Tani ka quar dhe Trumpi, mos guxo të prekësh Kosovën. E unë mendoj që zgjidhja më e mirë, më e shpejtë për Kosovën është antarësimi në NATO. Uroj shumë të ndodhe. Sepse politikanët tanë e kanë përdorur çështjen kombëtare për utilitarizëm personal, politik. Po jo se janë kombëtar, se çështja kombëtare nuk është parciale. Të jem demokrat në Kosovë, po si e demokrat në Kosovë, zoti Berisha, dhe shkove hape fushatën elektorale ditën e Vorjepirit me Belerin në Greqi? Si thua si vllau i Vučićit zoti Rama? Dhe si nuk reagon tani ndaj ministrës që ke pas antare të grupit të mesisë Shqipëri-Serbi? A ka gjë të mërshme? Pra këto e di që për dikën janë të dhimbshme, po janë vërteta vëlla. E vërteta të bën të lirë. Absolutisht. Po nuk e the të vërtetën, e po se patë provën për të vërtetuar ato që thua, dhe vetëm del dhe Bijem dakord. Asgar më jep një koment edhe për këtë ekipin e ri drejtues të PD-s. Ikën gati 70%. Këshilli kombëtar, kryesia, sekretarët. Se nuk e mbyllëm ata. Për të kthyer. Protesta, partia është sheshi. Beteja për shtetin, jo për pushtetin. Nuk kemi shtet të së drejtës. Sepse, thash, korporata... Ti e the shumë mirë, pra, kjo është një betejë për shtetin e për pushtetin. Prandaj nuk duhet një parti politik. Po, ata duhet ftillojnë ekipin drejtues. Duhet thrasin pjesën e inteligjencës që ka ide dhe t'i promovoj idet. T'i promovoj këtë ide. Beteja është e bukur derisa nuk ka interesa politike personale për një mandat deputeti. Siç ata kanë hedhur si rusët, Berisha Rama, njëri i premton një drejtuesi deputetin, tjetri i premton kryetar një bashkisë, tjetri i premton këtë, tjetri i premton atë. Ata duhet të jenë unik, të mos përçahen dhe protesta, sepse nuk ndodh ta marrin peng protestën. Berisha shpresoi që do ta marrë peng protestën. Por marrëveshja e fundit e Berishas me Ramën është kjo. Të shpëtojë njëri. A ke pati Titanikun? Ata dy dashuruarit që i betohen njëri tjetrit në fund, paktën shpëto ti. Kështu janë
Titaniku i Berishës dhe Ramës është fundosur, zotëri. Por dikush nuk do shpëtoj, ti e di shumë mirë. Se pa nuk do shpëtoj. Kjo është me se sigurt. Unë kam edhe informacion, kam edhe informacion që s'mund ta ndaj, tani jo, të përgjithshme, çfarë mund themi? Nuk shpëtojnë të dy apo njëri do shpëtojë? Jo, asnjëri nuk shpëton. Sepse Berisha mendon e shpreson që rrezohet Rama dhe se Berisha është mjeshtri i politikës. E dëgjuat dekretën e Berishës, do zbatojmë kushtetutën. Do bëjmë një qeveri teknike. Hajde një tha sillni. Po tani qeveria teknike, cila është qeveria teknike? Si e shpreson zoti Berisha? Qeveria teknike që e bën Berisha me Ramën, si e kena bën në 2017 në qeverinë teknike. Dhe njëri thoshte, humi Basha se beri marrëveshje me Ramën. Po mirë, pse nuk e votuan kundra socialistët Ramën? Për shkak se beri marrëveshje me Bashën. Marrëveshja 2017 Basha Rama shmangu luftën civile, zotni. Dhe ka pas një skenar rus në ato vite, i kam shpjeguar në studion tënde që ka qenë tentativa për vrasjen e zotit Basha. Ajo nuk është më sekret, garda ka marrë masat shtesë. Ishte përgjakja e Parlamentit të Maqedonisë me 27 prill. Zaev po rrahur. Po, është në mënyrë barbare. Ata kishin projektuar vrasjen e Elhametit. Dhe ata nuk e lejuan. Shqiptarët ja Elhametit. Ska bërën dhe Zjadin Sela. Po, Zjadin Sela u godit rënd, po përgjak Parlamenti i Maqedonisë Veriut. Mos harrojmë se i vit më parë në tetor 2016 kishte ndodhur grushti i shtetit në Maltëzi, përpjekja për grushtetin në Maltëzi, i sponsorizuar i mbështetur nga Rusia. Kemi pastaj në janar 2017 ndalimin në mënyrë të paligjshme të zotit Ramush Haradinaj. Të gjithë këta ishin skenar. Tani këta skenar pa përplasen pra bota serbe, e mbështetur nga bota slave, që e ka të gjithë slavët në një shtet, të vetëm. Pra, ide e ka hershme, siç janë përpjek në kohra që nga koha Pjetrit të Madh, Katerinës së Madhe, për të bërë Romën e tretë, pas Romës Konstantinopojës, për të bërë Romën e Moskës, por mitet po bien. Ai ke patash. Putini është strukur. E nëse të kujtohet deklarata Trumpit, tha me ka ftuar Putini në Rusi, po ç'është e vërteta, i tremën raketave Zaevit se do shkoja të takoja Putinin, për kam frikë. A ke parë sot 400 dronë kanë sulmuar Moskën. Sot. Pas ka më mite. Dhe ata që shpresonin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bien, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetëm po ridimensionohen fuqishëm në një rënd të ri botëror, ku po përplasen dy botë, autokraci me demokraci. Shumë dakord. Krim me antikrim. Me këtë analizë vesi me virtytin. Po kthehemi pak azgan tek PD-ja. Jep një koment sepse me Amerikën është dhe një qëndrim, është hequr non grata thon të zotit Berisha. Është thash shumë bukur. E kam shpjeguar në studiet, në gjitha studiet, edhe me ty në televizionet të tjera. Berishës nuk i është hequr në ngrata. Çfarë ka ndodhur? Po. Berishës nuk i hiqet në ngrata. Berishës i është dhënë leje e kufizuar për shkak të një vizite mjekësore, se kështu e ka kërkuar zoti Berisha. Dhe e kanë aplikuar disa herë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e heqin në mënyrë të kufizuar për arsye diplomatike, për arsye madhore të Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe për arsye humanitare. Këtu futet zoti Berisha. Tani pyetja është këtë thjesht, a ka bërë kërkesë zoti Berisha të shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Në vjesht tha mund të shkojë. Ja, në vjesht tha mund të shkojë në qoftë se ka ndonjë aktivitet, tha kombëtar apo ndërkombëtar. A ki bërë kërkesë për vizë, zotëri? Sepse dy janë bërë më herë dhe janë refuzuar. Me Beri tha telefon, tha erdha, tha. Po ku ishe? Mas dere ki qenë. Ku ishe? Ja, erdha unë. Ka që ishte. Tani Berisha nuk shkon dot në Amerikë. Dhe Berisha ka pas dhe i përpjekje tjetër me shku në një aktivitet në OKB, për shkak sepse OKB-ja ka një ekstraterritorialitet. Po aty ka qenë Masa Roza, aty ka qenë edhe Gaddafi, kanë qenë edhe njerëz Fidel Castro, kanë marrë fjalime dhe janë kthyer. Ahmadinejad, problematikët. Tani deklarata, firmosja e zotit Trump për vazhdimin edhe një vit të sanksioneve të Bidenit dëshmon që ende ka probleme. Gjendje e emergjencës. Gjendjen e emergjencës. Dhe Berisha për çka është sankcionuar? Për pengim të drejtësisë, minim të demokracisë, cënim sigurisë kombëtare, për korrupsion madhor. Apo bën jetën gjatë zoti Rama? Apo i pengon drejtësinë?
sepse nuk lejojmë ja heq imunitetin Ballugut. Ballugut. A është pengim drejtësie haptas? Po, zotëri. Sa lojna politike ka bërë Rama, po me Xhashka në vendin të gjatë, nuk zbatoi vendimin e gjykatës kushtetuese, çoi në Venecia, Venecia nuk merrte vendime. Në cilin vend të botës, edhe në diktaturë ndodh që një gjykatë e një niveli më të ulët nuk zbaton vendimin e një gjykate të një niveli më të lartë. Siç ndodh në Shqipëri. Apo që parlamenti nuk zbaton vendimin e gjykatës. Mos kalim nga dega që ti marrim me radhë. Po, me radhë. Ekipi i PD-s si të duket. Po, ekipi i PD-s peng. Se këtu jam te vula. Problemi është vula. Ka rekurs në gjykatën e lartë. Tash 2 vjet. Është bërë rekursi? Po, është paraqitur rekursi, është caktuar dhe relatori.